Dhe tani unë kam derin dëgjoj, pyetën e parë që kam një bujatar janë të ndihmuar, pse keni zgjedhur sot transportin publik ndërsa do të ishit në program edhe pak minuta më herët? Shumë e thjesht, në vend që të paguaj 20 euro naft, paguaj 1 euro e gjys bilet. Bravo. Unë erdha në këmbë për. Ti nuk je Gjakovës në pnes. Pa i kam shumë me Gjakovës dhe i kam shumë për zemër njerëz të Gjakovës. E di. Unë erdha në këmbë. Në këmbë. Jam me banë afër këtu televizionit. Më falni, do të kthej borxhin një herë tjetër sepse di se keni punuar shumë. Edhe unë kam ndjekur megjithëse isha kështu në udhëtim, me të vërtetë kam ndjekur. Gjithmonë ka qenë live drejt për së drejtin në kohë reale dhe njerëzit që ftonit i kanë qenë njerëz të besueshëm. Kjo ka shumë rëndësi për median ku jemi. Tash po i flas unë, në fakt ju jeni para me në këtë media ku jemi duke punuar dhe vazhdon besueshmëria në televizionin 21 për sa i përket edhe qoftë edhe fushatës edhe zgjedhjeve. U lodhet në çfarë ore jeni zgjuar dje? 5 mëngjesit. Jemi kthyr diku rreth orës 11:30, afër 12, po deri në orën 1 nuk është që kemi flajt. Biles kur e menoj mirë, edhe mbas orës 1 jemi kanë çutse, është ajo kurreshja mos po ndodh diçka, mos ka diçka të re për të raportu, në vazhdimsi duke mbajtur kontakte me njerëz që vazhdojnë me qenë terren, me ata të cilët e kanë bërë një postim dje diku rreth orës 11, që po du me i falenderu secilin prej qytetarëve të komunës së Drenasit dhe Skënderajt. Ti ke qenë në atë zonë, që një shumë mirë, edhe si vajzë. Po, patjetër. Unë vi prej atje, edhe burimi vjen, po e kemi lënë për me na kujdes Prishtinë. Kanë qenë të jashtëzakonshëm, një bashkëpunim të jashtëzakonshëm kemi pas me qytetar. Besomnim kish marrë malli që në një ditë me kaq shumë punë siç është dita e zgjedhjeve, me marr kaq shumë dashni për njerëzve që e shikojnë dhe kanë besim të plot në televizionin 21. Do të thotë në rrugë, në vend votime, në sheshe, kudo që kemi qenë të trajtuar në mënyrë ekskluzive, pa dashme në vlerësu punën asnjë mediumi tjetër në Kosovë. E kurimi tek burimi, unë kam thënë që ka qenë jashtëzakonshme mikropritja dhe informacionet që i kemi marrë në vazhdimsi prej njerëzve në terren. Kurimi tek burimi, mbetemi tek këtë temë që po thotë edhe natyrisht ky respekt që është krijuar nga audienca për televizionin ton. Unë kam thënë burimi që është gazetari preferuar i deputetëve. Po, sigurisht. Është një gjë edhe me se në Prishtinë fakt njerëzit ndrojnë dinamika, shkak që kryeqytet edhe zhvillimi është natyrisht më i madh. Mediat janë më të pranishme, sigurisht, por patjetër që televizioni 21 ka mbuluar përveç territorit Prishtinës të gjitha 38 komunat sa ka Kosova, gjithandej me ekipe qysh në orët e para të mëngjesit, në orën 5 jemi zgjuar pothuajse të gjithë, duke qenë rreth orës 6 në televizion për të përgatitur pastaj për terren që teknikisht ne dim që do të shkojë një procedurë dhe sa. Mandej këta që kanë qenë kolegë në komuna pak më larg janë nisur pak më herët. Unë isha kryesisht në kryeqytet dhe në Lipjan. Unë kisha zgjidhje me fotot që bëhet, ë? Në fakt merri keq se kur përfundoi pjesa e punës son, thash o Berat, se Berati të themi ne abe, thash po si se pas kemi bën një foto të hajrit. Ti mungon pak në foto. Edhe pas që Ema, kolegja jonë prej portalit, kish bani fotot ku më tregon diçka për mënyrën se si po ecnin lajmet edhe tham, po veç këtë foto e pas kam prej krejt punës që kemi pas gjatë ditës. Ka qenë dinamike, prandaj edhe as unë personalisht jam këtu në një moment me kushtrim për mokun kameramanin. Tham, pse se kemi edhe një foto si kolegë të tjerë, sepse edhe përfaqësuesit e mediave të tjera realizonin fotoshinën. Sepse tash pa dashje në rrjetet sociale dhe në portale, në telefon ti duhesh të informohesh se çfarë po ndodh. Përveç aty edhe rezultatet në KQZ i përcjellin drejt për drejt për shkak apo balotazh kush po shkon me kënd që edhe ne të jemi të informuar, prandaj edhe rrjetet sociale po shfrytëzohen edhe për foto, pse jo. Po sigurisht. Caktuar me tregu se ku jemi, çfarë po bëjmë. Megjithatë, si është bashkëpunimi me kameraman? Ata nuk flasin, ata flasin me kamerë me punën e tyre dhe nganjëherë është vështirë t'i ftojmë në program. Pa i mirë keni bëj se keni ftuar Beratin. Pse?
E di që dikun rreth orës. Ai që marr dronin me vete. E di që rreth orës 10:30 si tham AB. Veç edhe një gjysore bre dura. Po AB-ja që shitoi në Averatit kish qenë në Shqipëri, e prej Shqipërisë më pas mbrëmje dikur vonë ish kthy në Prishtinë për me qenë dikur rreth orës 6 në Drenas. Prej kur e kemi fillu ditën. Kështu që mirë që se ke thirrë. Burimi ishte me kushtrim më duket, a? Mirë kalove me kushtrimin. Mirë shumë. Po, kushtrimi është me përvojë gjatë në këtë. Më tregoni drejtën tani, kur shikoni listën nga një kur jeni për në fushata, në zgjedhje, a shikoni kush është kameramani? Pa i liri e dërë personalisht durën zamër, s'pe me as me dëny ty, as shikusit. Cila është ajo kameraja? I liri e din kënd du të me citë me donën. Po baja shaka, se e vërtet, janë shumë të mirë të gjithë. Të gjithë janë të mirë edhe bashkëpunimi është në nivel. Ama durën zamër me Beratin, e kemi një farë energjiet për bashkë, e kuptojmë më shumë njëri tjetrin. Patjetër që me dikant është më i mirë, po ti nuk zgjedh me gjatë në fundite se cili ka profesioni që duhet ta ushtroj. Por përvoja gjatë televizioni me traditë, gjithçka ka shkuar mirë për shkak që ne sa po zgjedhje kem përcjell dhe jemi të trajnuar mirë në këtë profesion, në këtë drejtim fakt, që i bie se dje ka qenë një ditë maratonike, por pavarësisht televizionit të një i ka mbuluar gjitha komunat, nuk ka pasur problem. Procesi ka shku mirë, kem raportu korrekt, paktën jem mundu, nuk kem shfaq sikur pa dashur që të i për ullë apo diçka, nuk kem dashur që të qesim rezultate paraprake edhe të rrejshme. Kem shku me hapat sigurt, me informacionet sigurta, mirë të konfirmuara, për të raportuar të shikuesit, për të mos ngjallur dyshime apo ngritje të tensioneve, sepse media ka efektin me gjithatë shumë të madh në opinion, prandaj duhet edhe mediat të kenë kujdes në këtë drejtim, që mos bëjnë një punë sa për klikimet me të rreq vëmendjen momentale, mandej që të ketë efekt negativ, sepse rezultati përfundimtar, siç u pa edhe dje, shumë pa ndryshimet mëdha prej asaj që eksipolleve që nuk dolen po sot kishte reaguar. Në fakt, të mos e themi kryeministrin në detyrë, burim më korrigjon në kryeministri apo jo? Apo është kryeministri në detyrë, ka përfunduar mandati i tij edhe ashtu vlerësohet tjetër deri në një qeveri të ri. Megjithatë, për eksipollet në Mitrovic nuk do të merren masa e të tjera. Fundit eksipollet nuk është diçka që mundet me ndalu as kryeministri në detyrë, as kryeministri nëse do të ishte. Por flas për efektin që duhet ta ketë media. E rëndësishme është që media të shndrojë besnik misionit saj. Jep edhe një kandidat që pëlqen, preferon dikën tjetër. Nëse flas unë mund të flas për një që e preferoj. Në fakt. Maksi nëse flasim edhe shohim historikisht si kanë funksionuar exit pollet, ne kuptojmë që jo gjithmonë kanë qenë korrekte, jo gjithmonë kanë qenë të paanshme. E tha edhe Burimi, është shumë e rëndësishme që në këtë vend, kaq të vogël, me kaq shumë të mira të këqija që i ka Kosova jon, ka televizione serioze, mediume të cilat për kaq vjet i kanë qëndruar besnik etikës së gazetarisë. Raportimi i drejtë, subjektiv, paanshmëria dhe këtë gjë, unë e thash në fillim, e kanë vrejt dje më së miri në teren. Nuk du të nënçmoj asnjë media në Kosovë. Respekt për secilin prej gazetarëve që ne kemi taku dje, po flas posaçërisht për pjesën në Drenas dhe Skënderaj. Por besoni, nuk në këto 15 vjet punë që po bëhen pothuajse, nuk ka pas ditë në cilën kam ndihmë shumë kënaqësi edhe privilegj për të qenë pjesë e një medie siç është Televizioni 21. Njerëz jepnin informacione, kërkonin informacione dhe besonin në atë që ua transmetonin. Është me të vërtetë mënyra më e mirë për me matë suksesin e kujdo qoftë, besimi i qytetarëve. Dhe këtë Radio Televizioni 21 e ka dëshmu tash e sa vjet, bilës, si që tha edhe Burimi, dje ka qenë një ditë e zakonshme pune për ne. Burimi vjen në studio apo në terren? Unë jam multimedial, si që dihet, qoftë në terren, qoftë në studio, qoftë në kamerë, qoftë montazh, shumë dimensional. Madje kam qenë pothuajse i vetmi në Kosovë që në një kohë të caktuar, kohë më parë, kisha ushtruar vetë gazetarin, vetë kamermanin, vetë montazherin, por dinamika, se si që kërkon e televizion, e pa mundëson pak këtë pjesë. Mos e duke që di, kur unë nëse do dal një ditë në terren t'ju marrë në telefon ju të dyve për mësuar diçka, sa nuk jam shumë i terrenit, unë personalisht. Duhet të dalësh dhe atë eksperiencën time radiofonike, është mënyra më e mirë me mësu gazetari, me jetu gazetari, me jetu gazetari. Kam dalë dikur, por që do t'ju marrë në telefon. Shiko Max, na jemi çdo ditë para ekranit, jemi në studio, është një punë që e tha edhe
burimi na fal shumë kënaqësi. Për shembull, burimi është prej gazetarëve të parë që ka xhiru, ka montu, ka realizu gjithçka vet. Unë e kam ndjek shembullin e burimit, pa desh me ja hup këtë pjesë, po i kujtoj ato reportazhet që bënin edhe Agja Florene, Gjeri, Tita, janë mrekullueshme. Edhe para ca jave pata një udhtim Gjenev, edhe po më thonë ku e ke kamerën. Thash vet xhiroj, vet montoj, vet raportoj, tash na ka mbet me i rregullu pak edhe këtë. Këtë puna e ka mundsu televizioni 21. Na ka jap hapësirë dhe kohë që ne të investojmë në vetvete dhe kudo që t'jemi, mos e kemi të lash nëse se kem kamermanin me vete, apo nëse montazheri nuk mrin me na e montu një story ose një produkt të fundit. Burima, kishit kohë ju të jepnit në një përgjigje, në një telefonat kur ju marrin fëmijët? Jo. Unë kam kontaktu shumë pak me E di që zgjedhje, imagjinojmë e kanë ditë edhe s'me kanë pengu. E di që Endi më ka thirr 3 herë, edhe veç e kam kam thënë Endi më vonë, po më vonë ka qenë ora 11 kur e kam pa se si kam dhoni përgjigje. Besoj se më pas punës kur jeni kthyer keni përçafu fëmijët, kemi gjetë flajt. Të dy vajza. Kanë qenë këtu. Një vështirësi e madhe. Problemi është të ndalosh dikon, sidomos për shembull duke votuar, ata ndaloheshin kur shikoshin edhe logon 21 ku i shikoshin dhe juve. Me logon nuk paraqet problem. Po paraqet problem është frika para kamerës e zakonshme tek qytetarët, edhe dje ka pas të tillë. Por televizioni konkretisht është fokusuar tek te lashet me cilat përballen qytetarët. Pikërisht. Pa i anashkaluar dhe shifrat që kemi dhënë gjatë ditës. Por procesi zgjedhor nuk e di për komunat Skenderaj dhe Drenas se si ka shkuar, por në kryeqytet është përcjell me shumë probleme, sidomos teknike. Ka mungu stafi informues për qytetarët, për shembull. Ka qenë prezent në të gjitha komunat. Vendosja bankave në shumë qendra nuk kanë qenë fare. Po që edhe në komuna siç tregon Edona ka pas mandej mungesë edhe veshguesve në disa salla, për shembull në fakultetin ekonomik, nuk ka pas fare brenda se folën për kamera sigurie, ndërkohë që në fakt kamerat e sigurisë kanë qenë qysh në zgjedhjet nacionale në muajin shkurt. Që informunin se mund ta përdor këtë fjalë, duhet të jetë edhe nga afër, sepse kamera nuk i ndihmon njerëzit. Njerëzit kanë nevojë për informacione konkrete. E pamundur të shihet aty detaje, prandaj duhet të jetë personi afër. Unë personalisht ishim në një lidhje të drejtë për drejtë me Granitin, edhe më thot, Edon, ke votuar? Them jo, po do të shfrytëzoj momentin edhe të votojmë. Tha mirë, ta bëjmë këtë proces live që t'ju japim, si themi, një imazh se si duket procesi i votimit. Edhe besom, nëse jo, unë kam shku në klasën ku kam votuar ose në vend votimin, ku kam votuar gjithmonë viteve të fundit, dhe më thonë, jo, Edon, si e këtu? Thonë, shko te klasa tjetër, shkoj unë te klasat, jo, si këtu shko te tjetra, edhe kryesuesja e qendrës zonja Arta Glariva, një vajzë e jashtëzakonshme, një grua shumë e zoja, më thot, Edon, të lutem prit, e shohim bashk, biles thot, inshallah na bën sistemi. Bashk kështu. Edhe mbas një 15 minuta shetje, një njeri që po prezantonte çka po ndodh me procesin e zgjedhjeve, mezi arrita me gjet vendin ku kam votuar. Si përfundim votova. Dhe ka qenë, sigurisht votova, dhe ka qenë shumë sfiduese, madje pash apo ja, dëshmia. Madje pash në një media dikun në Kamenic, është një moshuar që thot, mund pas kanë qu me votun Drenas, por nuk pe di ku është ky vend. Ka pas shumë ankesa të kësaj natyre, ka pas edhe në Drenas. Biles kujtoj një person që tani ishte... Tani po kuptoj pse kanë ndodhur shumë balotazhe, apo jo? Nuk e di, thonë që nuk e ka prish procesin zgjedhor, këto probleme teknike, por kanë diku në paqartësi tek qytetarët dhe lodhje për ta. Për shembull, në një biles ka pas prej atyre që kanë hiq dorë fare prej votimit. Unë dëgjova familjar që thot, jo, nuk po shkoj prej kësaj shkollën ku ndodhet po e lë me kaq. Qendra vend votimit, sepse ka ndodhur gabime teknike sipas. E kemi tani edhe Erionin e kemi ku e kemi Erionin diku aty. Fakti Erionin është më i riu që ka përcjell nga gazetarët edhe fushatën nikosisht edhe zgjedhjet. Po më trego pak Arian tani unë për shembull duhet të shkojmë tek live apo jo? Ta inkuadrojmë edhe Erionin, Këtu? Eriona dëgjon?
Po, jo dëgjoj Makse. Okej, mirë jemi, ja u bashkuam. Si ishte për ty, më duket ti ke përcjell për herë të para, për herë të dytë, ke qenë në fushatën që ndodhi në fillim të vitit, Po, për mua kanë qenë zgjedhjet e para nacionale në fillim të vitit, kurse zgjedhjet lokale kanë qenë të parat për mua, edhe për të votuar, por edhe për të i përcjellur si gazetar. Që të kishim të ninin ty apo jo që i e pjesë e jona? Po besoj që më njinit, Maksim. Të ninin, është vështirë për shembull që të marrësh komente, njëkohësisht të ndalon para mikrofonit kutije. Ishte vështirë? Të them të vërtetën, Maksi, si punë kur të vjen dita e zgjedhjeve unë e du shumë, se jemi gjatë gjithë kohës në lëvizje edhe mu më pëlqen shumë kjo me dalë në lëvizje, edhe dita e zgjedhjeve ka një frymë me më shumë njerëz, kërcejmë nga njëra komunë në komunën tjetër, edhe në fund të ditës u kthyem në Prishtinë, edhe të shinim atmosferën festive, të shinim njerëzit e kësa festojnë. Të cila zonë, të cila komunë ke qenë? Gjatë ditës së djeshme kam qenë në përcjelljet komunës së Gjilanit, komunës së Kamenicës, komunës së Vitis edhe komunës së Ferizajit. Sepse ti vjen nga ajo pjesa apo jo? Po, unë vjen nga Prejardhën e kam nga Kamenica, Makse. Me cilin kameraman ke qenë? Unë kam pas fatin si se cili prej kolegëve të mi me qenë me njërin për kameramanave që du mas shumë ti, kam qenë me Sahitin. Pse gënjen këtu, se ti donë mas shumë ti, nejse, ajo nuk është më kameramane, një tem tjetër kjo. Thuja, se ajo i regulloj kamerat pakës më parë, mos ja humni. Një tem tjetër kjo. Mirë është në teren, apo ja? Ko është më mirë, se ti përcjellë... Sahitin përpos që e kam pas kameraman, Sahitin e kam pas edhe shofer personal gjatë ditës së djeshme. Bëj shaka. Po thoja, është mirë për ty, është më lehtë apo më lehtë të përcjellësh një event showbizi, një event kulture apo eventi kulturës edhe zgjedhjet janë dy gjëra të ndryshme, Maksi. Showbizi ti e din që e ke një orar caktuar, ngjarja do të mbarojë, ti do të kthehesh më pas në televizion për ta përpunuar materialin, kurse zgjedhjet kanë një natyrë krejtësisht ndryshe, ti ke punë vetëm me live dhe duhet të gjesh kohën e duhur për tu inkuadruar. Mirë, duke qenë i ri, me cilin nga dy kolegët e mi ke komentuar, ke kontaktuar më shumë, sepse kanë provoj me Donën dhe Burimin, më thuaj pak sa? Burimin e du shumë, po normal e Donën e kam këshilltarën më të mirë kur të vjen puna për me marrë këshilla, ajo dihet, e din të gjithë si sa i përket ekranit. Po se di sa që ndrojnë. Po sigurisht e Rionin e kemi pjesë njerëz të tri në televizion dhe natyrisht ne jo vetëm unë dhe Burimi, por të gjithë jemi të gatshëm që të bashkëpunojmë me gjeneratat. Po, edhe Era po ashtu një vajzë e jashtëzakonshme shumë punëtore, po. E di që dje ka qenë nga mëngjesi deri në mesnat. Nuk e lodhur Eriona, po sot ka ardhur në punë, Po, Maksi, jove jemi mësuar tash në bo normalitet, nuk e di, nashta dhe njerëzit janë mësuar me këtë punën e zgjedhjeve. Tash do vazhdoj edhe balotazhi e bën vetën. Po, edhe në zona tje, balotazh ka ndodhur duket apo jo, në komunën e Gjilanit. Nëse nuk gaboj, me aq sa mora vesh, sa u konsultova poshtë, ishin 17 komuna që do të shkojnë në balotazh. Në balotazh. Ja ku jemi, nuk keni larguar, besoj miq të dashur, natyrisht se ku të largoni, çka të shikoni. Bëj shaka. Edhe pak e vërtet. Faleminderit që na ndiqni çdo ditë në Për ditë të mbar. Jemi drejt fundit. Më kanë thënë kolegët e mi, Arian është një lajm shumë i mirë edhe për ty, Më kanë thënë që do të rrim deri në fundin e orën 12. Natë për pak. Ai na erdhën për një 10 minuta, vërejse. Edhe pak minuta. Sepse në fakt nuk është shumë e lehtë, të jesh në teren, në zgjedhjet, e aq më tepër të jesh edhe në një vend edhe ku të njohen. Për shembull, dona të ishte dikush nga, nuk e di,
nga familja, dikush e njohur që kishte qef të dilte në kamera. Për shembull, ndodh kjo? E si reagon ti? Jo, këtë se kisha, që është e vërteta, njerëz kanë shumë, ngurojnë shumë që dalin para kamerave viteve të fundit, por nuk e di për të tjerët, por sa herë që shohin llogon e televizionit 21, çësia është tjetër, e them me shumë sinqeritet këtë. Tani kishte prej atyre që donin dilnin para kamere, kishte edhe prej atyre që donin tiknin, ishte një rast shumë i këndshëm, se di nëse Ariane e ka dikun atë video, bashkëshort, edhe nusja si prej dreqi që thojnë dhe na prej kamere nalet kësotnia. Edhe shumë i mirë, thëm, kush do të me dalë me votua, pse me dalë me votua, dhe këtë thot, gratë do të me ingu, qka të thot gruja do të me boj, thëma. Do më thënë kishte votuar, si kishte votuar dhe gruja? Po, thëma, ke dëgju grunë, thot, po, gratë të jënë të meqme, ato e din qa me bo, ato thot do të me i dëgju. E më pëlqeju shumë këzotnia, po kishte edhe raste që dëshironin me shprej pak natësit e tyre, për shembull kjo çështja e gjetjes së vend votimit, njerëz ishin lodh me një fjalë, po kryesisht komentet kanë qenë të mira. Tritë dhe trijat ngurojnë shumë që është e vërteta që të flasin para kamerë, se po i friksojnë kësaj virales, rrjetet sociale. Aty deshat që të ndërlidhem, sepse ka shumë tash mediat sociale, rrjetet sociale, po i shkëpusin pjesë që po i bëjnë meme për personat të cilët gabojnë, sepse qytetarët të cilët nuk kanë përvojën para kamere dhe mund të gabojnë për shkak edhe çështjes së emocionit. Prandaj ajo po shpërndahet edhe kjo ka krijuar frikën tek ndër qytetarët. Por video të tilla kur kanë dalë nga kanalet e televizionit asnjëherë. Mediat që e folën pak më herët që janë për çështje klikimesh, e abuzojnë për mua personalisht me të drejtën e qytetarit duke e përdorur në atë formë, për shkak që do ta marrësh parasysh që ndihet keq personi, ndihet keq tër familja rrethi e kështu me radhë. Gjithsesi, përveç këtyre gjatë punës në terren janë përballur edhe me një fenomen tjetër mandej, sepse ka rregulla që televizioni duhet t'i përmbahet gjatë procesit zgjedhor, sepse janë rregulla të vendosura nga KPM-ja, nga KQZ-ja, kështu me radhë, zinxhir ligjesh dhe rregullash që mos të ekspozojnë fëmijët gjatë procesit të zgjedhor. Ka qenë shumë sfiduese kjo pjesë. Por sfiduese ka qenë për shkak që secili politikan gjatë procesit të votimit e ka pas fëmijën me veti, qoftë 1, 2 apo 3. Ne shqiptarët kemi përgjegjësi edhe në Shqipëri ku isha në zgjedhjet e fundit, por nëse e marrim tim që është bërë gjysh e ka marrë vajzën e vajzës me vete. Maksi, unë mendoj që nëse i marrim si kulturë, si mënyrë edukimit fëmijëve tonë nuk ka diçka të keqe, sepse në fundit ne i mësojmë fëmijët tonë. Ne i mësojmë fëmijët tonë rreth rëndësisë së votimit, por kur flasim për ato çfarë KPM-ja, çfarë media ka për obligim të bëj, është me të vërtetë sfiduese, sepse ti ke liderin ose kandidatin prej më të rëndësishmëve që po voton edhe votën e tij e merr e fut në kutinë e votimit një fëmijë. Edhe ti e ke ku ta fokusosh se i ke me një vend të dytë. Është ka qenë goxha sfiduese kjo. Prandaj kërkojmë edhe mirë kuptimin nëse në ndonjë rast sepse kemi qenë maksimalisht të kujdesshëm. Me kameramanet të cilëve ju kemi kërkuar që përmes Zoomit të shmangën fëmijët, megjithatë edhe kjo puna e drejt për drejt është pak në rrezik për shkak që gjuhet se si qasen qytetarët përveç edhe pamjes. Patë një rast në këtë qendrën e votimit. Unë isha duke raportuar për fenomenin që nuk ka banka informuese, zyrtarët nga KQZ-ja dhe gjithë qytetarët ishin në një katrahur të vërtet, sidomos në fakultetin ekonomik, ku është një labirint, sepse është edhe fakulteti ekonomik edhe juridik në të njëjtën ndërtesë. Mandej qytetarët. Ato bilez edhe studentët duket që ngatrojnë ato vende. Ju përzishin hyrjet dhe unë isha live duke raportuar dhe pisha 2 më shumë, burrë e grua. Edhe po jo ofrohem. Thash keni të lashëm me gjetë vend votimin, kutinë e votimit të mbazë të mbjemri. Që keni tha, po, tha kam të lashe, është dashur që të vendoset në hyrje të fakultetit, që po ndodhë kështu e plot kritikat e tjera. Edhe one në fund pja bëj si pyetje të rëndom që kemi në proces zgjedhor që çka presni nga zgjedhjet në kuptimin se cilat probleme presni që ti adresoj kryetari ju vijardhshëm dhe ai direkt unë e kuptoj që entuziazmi, simpatia ndaj lideri apo një kandidati është
evidente tek secili, sepse tek e fundit secili ka të drejtën e vet, por ai po e thot pa e përmend se s'po duhet të elaboroj se çfarë thot. Edhe pjatë mikrofonin në moment. Edhe po kërkoj falje. Edhe po kërkoj falje edhe shikuesit, por edhe të gjithëve, sepse jemi në një proces zgjedhor dhe heshtja zgjedhore duhet ruhet. Sepse ne si media jemi në të lashë kur jemi live. Por në burim edhe përmoja megjithatë ka vendosur disa rregulla personalisht mendoj, që kam në kohë gjatë në këtë profesion, disa rregulla që më shumë i shkojnë si vetëdijsim që është dashur të i vendosin rregulla politikanëve. E vërtet. Të cilët po që e përmendëm edhe çështjen e fëmijëve dhe çështjet e tjera, sesa puna e mediave, se kur media është live dhe politikani për shembull është në një rregull që thuhet se gjatë ditës kur flet një përfaqësues politik, media nuk duhet të transmetoj kur ai tenton të bëjë fushat pikërisht në ditën kur është heshtje zgjedhore, procesi zgjedhor. Por media në atë moment është live duke e transmetuar. Prandaj duhet dënohet personi lideri në fjalë. Po të njëjtin rast kishim edhe ne në Komoran, por derisa po raportonin për këtë rastin e gjuajtjes me armë dy grupeve, ishte kryeprokurori aty, ishte gjitha mediat, policia, ti deshe dëgjoje teksa frisnin emrat të kundër kandidatëve që ishin pjesë e procesit zgjedhor atje. Dhe është e pamundur që ti në një lidhje live të filtrosh edhe zërat të asaj natyre. Ka pasur Erion, mund të flasësh nga një, nëse dëshiron, je gjithmonë, unë kam hapur mikrofonin këtu. Përpos rasteve të tilla, do thotë që njerëzit synojnë që të bëjnë një mbështetje sadopak kur vjen puna që shohin një mikrofon edhe ta tregojnë atë mbështetjen e tyre në media. Mund ndodhi edhe një rast tjetër interesant. Unë isha duke prit kryetarin e Kamenicës, kryetarin aktual të Kamenicës, edhe shkum tek pikë votimi aty ku e dinim gjithë. Ishim mbledhur ne si televizionet e tjera, besa edhe kameramanët e tij personal, po me sa duket kishim gatruar pikën bashkë me kryetarin, edhe u detyruam që bashkë me kryetarin dhe gjithë kthehemi dhe të shkojmë tek pika ku vetë se ishte transferuar, do të ndodhe një gabim me pikën, po është edhe ajo që tha Edona dhe Burimi, kur vjen puna për me marrë fëmin me vete, se cili lider e merr, bile disa prej tyre e marrin dorë dhe gjatë kohës kur votojnë, e mbajnë në krah gjatë gjithë procesit, që është shumë e vështirë për ne si media që të kapim një kuadër ose transmetojmë diçka gjatë asaj kohe kur e ka fëmin me vete në dorë. E kështu familjarisht votojnë, familjarisht edhe ande nga Gjilani, për shembull, është kjo traditë, këtë familja e merr nënën, babën, deri të fëmija, shkojnë edhe votojnë? Po, nuk e di a është për me u shqetësu apo është për me u gëzu. Një tjetër fenomen që më ka ra shumë në sy, sidomos në anën e Gjilanit, edhe në anën e Kamenicës, ka qenë që e shihja djalin ose vajzën që i kishte marrë prindrit me karrocë, po kishte nga ata që me zivinin brenda. Do të thot, edhe mund të them që çaj fenomen nuk e di a është dashur në ardh persona të cilët e kanë pas pamundur që dalin në vendvotim, KQZ-a ka mundsuar votimin atje. Po. Kam pas një zonjë që thot nga Drenasi, thot un kam lënë një vend evropian, nuk e di nëse ishte Gjermania apo dikush tjetër, thot dhe kam marrë në Kosovë. Dhe thot jo më se e lumtur që po jam pjesë e procesit votimit, ajo kishte ardhur në asistent, bile se di ka prit diku rreth 30 minuta para qendrës së votimit derisa asistenti i saj po gjente këtë vendin për të votuar se kish pas probleme të kësaj natyre. Por kam takuar disa qytetarë të cilët kanë qenë me këto si u thon karroca. Me nevoja të veçanta. Por problemi ka qenë që në disa qendrat e votimit nuk ka edhe janë këto kutitje janë shumë të larta dhe është nganjëherë problem edhe për ta. Në hyrje në disa shkolla kanë qenë në shkollë. Në Drenas nuk është kjo. Nuk është hapësira për shembull në kryeqytet ku lëviz me karrocë, nuk janë kushtet. Nuk janë ato rrugët e përcaktuara për ta. Votimi ishte në katin e dytë, për shembull, edhe unë e pyeta menaxherin e qendrës se si funksionon kjo çështje, ai tha është dashur që ta planifikoj KQZ-ja dhe jo ne.
Pa në fundit në atë shkollës në atë objekt mundet me pas edhe ndonjë fëmijë që ka nevojë për me ndjek procesin mësimor në pjesë më të larta. Është kjo një problematik shumë e madhe që në fakt në Kosovë nuk është që e ka pas vëmendjen e meritum. Janë njerëz të cilët kanë probleme me të parë, me lëvizje, në natyrave të ndryshme, për cilët edhe në rrugët kryesore nuk e kanë të destinuar një hapësirë, po është një temë krejtësisht tjetër. Kur kam parë këto veprime, këto familje, prindër duke marrë, domethënë kanë pas probleme, kam thënë që këta të ri dhe të reja fëmija i marrin edhe për me i qunë në drek, në darë. Pa unë kam bindjen që pasit kryet procesi votimit shumica shkojnë për të pirë dhe kafe nëse jo për të marrë. Po ajo pjesë e rezultateve në mbrëmje madje. Mbrëmje madje. Sikur se ndjen një subjekt politik që isha pa dashur që të asi. Fillimisht e morën me entuziazëm, me fitore, me ballotazhe, me shumë komuna, me paralajmërim për konferenca, për intervista. Mandej për kyçe të tjetër direkte dhe kishim planifikuar që sipas të planifikimeve të subjektit politik, po vjen lajme që ishin anuluar gjitha, s'ka as konferenca, as paraqitje, as festa. Ose shkon në njërin prej subjekte politike, shaj një fest jashtëzakonshme dhe mbushesh me një farë energjie të mirë, se po i shaj njerëz të festu, po duke qenë se ti je gazetare dhe ke për obligim me prezantu krejt çka ndodh, thu po shkoj edhe te ky tjetri, kur shkojsh aty mërzi, zëb, të merë, adi, është një farë ndjenje e keqe se fundit jemi njerëz edhe ishe... Prandej, po themi që këto rezultatet paraprakte tek simpolit. Isha gati për me nisë raportimit edhe tash erdhen tuponat, erdhen klarinetat, tash isha gati para se me nisë edhe tash dhe vinë... Ti haron mikrofonin nisa me kërcy. Su kapen vallë, Rian, su kapen vallë. Ku fola me Donën, burim pasaj do të pyes edhe ty, është pak e rëndësishme dhe në fushata zgjedhore, në zgjedhje, edhe duke, seriozitetin në Lorik Baki, amiku im i dashur e thot është ditë feste, duhet të respektojmë. Unë për ndryshe ka marrë notën 9 nga Enkeleda Shati. Nuk e di çfarë notë më ka dhënë Enkeleda, kisha pas dëshirë me ti. Jam në shopping sot se nesër jam në zgjedhje, është vërtet që është dhe kjo, që mos për vajzat, është dhe kjo që dukesh mirë. Unë mendoj pakës më herët këtë pjesë, në se cilën fushat dhe zgjedhje që kemi pas, unë konsideroj jo vetëm unë, por edhe të tjerë kolegë në Radio Televizionin 21, që të gjithë i kushtojmë shumë rëndësi dukjes. Është shumë e rëndësishme që t'japim një mesazh të mirë edhe për qytetarët, edhe nëpërmjet pamjes. Jo duke egzageruar, jo duke... Se mua më ka ndodhur, po mua më lejosh, më ka thënë një kolegi, po? Po ja veshja Lorikut. Loriku i kushton shumë rëndësi veshjes. E ka këtë kravatën që nuk bën me mungu. Nuk i pëlqen shumë. Ai se s'pevesim sot. Është publike. Është publike, po pra. Okej. Për burimin e kemi këtë natyrisht, sepse dikush një kolegi imi me të drejtë tha që ndodhi atëherë fushata e ishte... Nante pas ke marrë prej Enkeledës. Gërshi politik, ka ishin ato gjëra që na vinin aty për aty, unë isha veshur shumë sportiv, siç vishëm në program, se programi është i tillë. Ka qenë njëra nga seancat e kuvendit për konstituimin e kuvendit. Unë nuk e di më çfarë ishte veshur burimi. I thashun kolegi dashur, faleminderit për këshillën, alla si këshill, dash faleminderit shumë, por po aty e kemi çuar burimin si sot një. Maxi ishte në studio me një këmish diçka me vizatime me gjara. Sa i lule bukur ka qenë aty. Njihet Maxi për veshjet e tilla, por tash. Ja shumë bukur, ne të komplimentojmë çdo ditë për veshjen Maxi, ke shumë bukur. Mirë, unë ju falenderoj shumë, nëse jeni dakord, ju interesoj, për shembull tani po ju intereson si po shkojnë, për shembull në Prishtinë balotazh. Në Drenas është rezultatet preliminare, veç kanë nxjerr fitues zotrin Ladrosi, ai dje rreth orës 23 veç ka zyrtarizuar fitoren e tij, ka qenë një festë e madhe në sheshet e Drenasit, pas zyrës vendit ku është e vendosur partia, më bëri shumë përshtypje momenti kur ai merr rezultatin, si thuhet, preliminar dhe kupton, ka qenë live, kupton që është fitues, del nga objekti dhe shkon tek busti ose përmendorja e Gjevë dhe Femi Ladrovsit, një mënyrë shumë emocionale, një moment shumë i veçantë. Më pas kemi pas edhe një deklaratë ekskluzive të tij për televizionin 21, kujtoj ka qenë duke ecur drejt zyreve të tij dhe i them duhet na thush 2 fjalë. Edhe thotë jo 2 po 10, çfarë ke për të pyetë, edhe ka qenë një intervistë që ndoshta ka qenë për më të komentuar
zgjedhësorëve në fakt sa i përket këtyre zgjedhjeve. E përmendëm edhe datën raz i tretë. I tretë, Po. Edhe 4 vjet. Balotazh. Prishtina balotazh sipas rezultateve momentale që tash jam duke i të KQZ-s, po. Po, të KQZ-s. Janë përparim Rama 33.70. Me këto je shumë mirë. Po, në një farë forme po. Në një farë forme po. Edhe renditja pak a shumë ka qenë e parafërt nga kjo që tani është përparim Rama me 33%, 33.7%, Hajrullah Qeku 33.05% dhe Urani Ismaili 27.77%. Të dy shkojnë në balotazh, por nuk mund të thuhet përfundimisht tani edhe të komunat e tjera, megjithëse ato që kanë kaluar mbi 50%, si rasti i Zotit Ladrovci, edhe rasti i Podijeves apo Besianes, Zotit Bulliqi, ato kalojnë automatikisht pa balotazh, do thotë. Por këto të tjera që janë nën 50%, kemi edhe votat e diasporës, kemi votat me post, që mund ta bëjnë diferencën megjithatë, sidomos tek çështja e Mitrovicës, nëse e shohim, sepse atje prin atje është njëra prej qyteteve me garën më të fortë, që është e vërtetë. Ka pasur shumë nefasti më duket. Për çështje votash, numra. Arjan Tahiri prin me 47.89, ndërsa Faton Peci me 47.80. Arjani është nga PDK-ja, Fatoni nga lëvizja vetëvendosje, po. Do të thotë diferenca ka qenë ngushtë dhe është njëra ndër garat më të fuqishme, po themi, që kanë ndodhur në Kosovë, sepse ka qenë me komentuara, ka qenë një kandidat i ri që ka dalë në skenë në këto zgjedhje, është konsideruar si fenomeni i zgjedhjeve, është komentuar shumë, andaj kemi një komuna me më shumë të Kurshëri për me pas informacione për ti. Pyetjet e fundit që unë kam, dua shumë shpejt përgjigjet edhe për Erionin. Nëse në zgjedhjet tjera do të thonë që do të vini në programin e mëngjesit për të zëvendësuar Maksin ose Meritën kushdo qoftë dhe Maksin do ta çojmë në terren, ju pëlqen kjo ide? Ne jemi pjesë e televizionit 21, kurdo që kërkohet, çfarëdo që kërkohet, me kënaqësi. Se cilën pjesë ne jemi të gatshëm. Patjetër. Okej, mos u ankom andej. Jo, ndjeni mirë kur kushdo qoftë ai që fiton, ju shkruani një mesazh, i thoni jeni të ftuar si gazetar në festën time. Ajo. I vjen mirë, flasim për zgjedhjet lokale, për shembull, kryetari. Ftesat e saj natyre ka shumë, por ne nuk është që preferojmë të jemi pjesë e atyre. Asnjëherë nuk jemi përfshirë, duke qenë se e ruajmë atë që e tham në fillim, të paanshëm, korrekt, dhe ne kemi për detyrë thjesht të raportojmë, asgjë më shumë. Pa përfshirë në emocione si kush fiton apo kush humbi. Ne jemi në kontinuitet të kësaj përcjelljes së sa par zgjedhjeve dhe sa par qeverive. Të dy po ta pyesim pak Erionin, që është i ri në këtë fushë. Erion? Maksi, për gjërave të para që mësohen kur të fillon me punu në një televizion është që dush me qeni pa anshëm edhe dush me qeni drejt për drejt në çdo gjë. Atëherë edhe unë i rrim mbas si kolegët e mi. Mirë, dhe e fundit fare është për gratë, për zonjat, ka qenë përqindja shumë e vogël. Nëse një ditë na shkruan kolega jone Dona ty dhe mua, Burim na thotë që do të kandidoj në të ardhmen edhe për ta fuqizuar përqindjen e grave në politikë. Varsisht se si do të jetë iniciativa. E keni sigurt pa balotazh. Varsisht se cila do të jetë iniciativa. Nuk jenë atë mendje. Nuk e ka menduar, nuk më pëlqen ta mendoj. Jam shumë mirë këtu ku jam edhe e kish bëni politikanët mirë. A kisha shku në balotazh ajo Burev? Pa balotazh. Kolegë të dashur, shumë faleminderit, shumë kënaqësi. Faleminderit. Mund të vazhdoni punën apo do të shkoni me pushu sot? Po presim edhe Lorikun, ndoshta ka diçka më na pyete. Bravo qoftë. Vërtet ke. Faleminderit Maxi për atë. Unë e them një 12 points nga ana ime për punën që keni bërë komplet si staff edhe për seriozitetin mbi të gjitha. Faleminderit.